kuptim. Më pret shoqnia sot për me dal me pije, për me dal me pije aman. Hallë dhe shqetësimet moj, ti mbys me rakije, ti mbys me rakije aman. Se jom qënë Tirane moj, për shpje shoqnie, me ta bun Tirane aman. E ti e qik Prishtine moj edhe për dashnije, fukara edhe i pasur, qefin do t'a baj. Zbrazni gotat një nga një, mbushni prap me pije, mbushni prap me pije aman. Se e kom tradit prej babës, me kom pak që flije, me kom pak që flije aman. Se jom qënë Tirane moj, për shpje shoqnie, me ta bun Tirane aman. E ti e qik Prishtine moj, edhe për dashnie, fukara edhe i pasur, qefin do t'a baj. E kemi këtu Vullnetin në studio, i cili e nisi këtë pjesë të emisionit bashkë me kitarën e ti, po ashtu edhe me këngë. Vullnetin e kemi këtu për me diskutu që shka qenë këtë vit artistik po besoj për të, vitin 2025, pastaj tutje qka në vitin 2026 dhe projektet që mundet me i silë. Vullnet, mirë më nxes, mirë se na Mirë më nxes, Agnesa, edhe mirë se gjeta, urime festa, qofë një vetë sa ma i barë për ty, edhe për kejtë shkus të ka vizionit. Viti 2025 u ka në lukë për mu. Nuk e di sa shumë u ka një vetë i ndryshimit. U ka një vetë që akum një sketë vetë, edhe pa prit këtë janë ardhë. Janë ardhë shumë sene, janë ardhë shumë njerës që duhun, pa besoj që janë njerës që duhun jetë. Dhe njëherë duhet një vetë kësisoja, që t'jesh pak vetë, t'i qartësësh mendimet gjërat edhe... Nëse përmbyllet, viti 2025 u kanë super. Një prej viteve më të mira dhe qëtash, që jo veç në muzikë, po edhe në jetën e përditshme, në shoqni, në rreth, familje, ketë, edhe që kjo është. Edhe uroj që pastaj tutjet për cilë kjo mirësi edhe gjëra më të mira në vitin 2025. Shpresoj, esenca është e kom kuptu që duhet me ngrej energjinë e mirë për marrë sanet e mira, edhe po shpresoj që me hime energji të mirë në 2026. Kjo fillu me manifestu? është pjesë e manifestimet edhe kjo. Shumë besoj që energjia e mirë, i ngrej sanet e mira dhe njërës të mirë. Normal që jo çdo ditë është më e mira, jo çdo ditë është perfektja, po është diçka që kirve ju ndodha din. Nuk është një njeri në jetë ose në botë që i ka këtë jetën perfekt. Kështu që duhet me nxjerr më të mirën të mundshme prej çdo dite. Ndërsa nga ana e projekteve, unë e di që ke lansu një këngë, cilën e kemi dëgjuar edhe në emisionin e mëngjesit, qysh ka qenë kjo pjesë për ty, është kënga e parë, apo jo që është publikuar dhe është lansu dhe me një videoklip? U kanë një këngë tjetër për para, që të njëjtën e kom promovu edhe në KTV, para 2-3 vjetëve diçka shut, po kjo tamam, një këngë zyrtare që mund ka njoftë. Ma profesionale, ja? Profesionale, po që tamam kom debutu në treg, muna me thonë, edhe u ka një këngë që e kom shkru vetë edhe me një shok, sene është një këngë që është pak personale, pak dedikim, po e kam prit publiku shumë mirë dhe është ngu këtë gjatë shumë, sidomos në Spotify është krejtë këtë gjatë mirë. Sa mirë, e din personi që është dedikim, apo... Nashta e din, edhe në dovedët të mija në TikTok, se jam pak ma shumë aktiv në TikTok, e kom bo pak si një hajgare, si diçka, edhe emrin e saj gabimisht e kom publikua, din. Në telefon, edhe se kom pohit që është... Shtu që dihet, a? Dihet pak u shumë, po ajo së që u këthina i sa nëse diska. Se në qoftë jeta tjetër personale e në marrëdhënie të tjera, besoj që shihet dhe mbetën në vitin 2026, por që deri tash sa i përket anës artistike dhe profesionale. Shpesojmë që në 2026 nuk kena me vujtë, se është sante e vuje.
Jo, diçka tjetër me gëzim, se po më pëlqen, do thotë në pjesa që ishte pak këngë ma me valzu dhe kjo kështu që po të shoj ka edhe ky ritëm, ky zhanër. Po, sidomos po, së më bjenë më shku edhe në përneja e sene, edhe publiku shumë e dënë që të vullnetin. Po, ta shte shumë të ardhmen qysh ka me ndarë se publiku të ndryshojnë preferencat shumë, edhe sët shojnë të knu balada, nesër shojnë diçka shumë ritmike me knu. Ndërsa është edhe e mirë kjo, kjo ndryshime? Është e mirë, po. Është e mirë se artistë gjithë e vinë me ndryshu pak edhe mos me kanë gjithë njëjtë. E kuptoj. Qysh për eshe trigun muzikor? Eshe vetën pastaj tutje edhe në vitin 2026 edhe më tej ndoshta me një audiencë dhe ma gjerë edhe ndoshta qof me bashkëpunime me artistë të tjerë kosovar. Ku? 2025 ta më ka nimu shumë me bo një rreth të madhë të muzikës, atë më ra me nejtë me njerës më të mëdhaj që janë në muzikë edhe producentat më të mirë, edhe më kanë ofru dhe kontratat mira, dhe senet mira që besoj që 2026 ako me ka një vetë shumë i mirë për mu. Jam të punu shumë, jam të bo projekte shumë, po shpresoj që nashta dhe në fund vitit tjetër me sjellë edhe një EP ose një album diçka. Po, si fillim, nashta e fillojna me një kollash të kongëve, janarin. Sa mirë. E kumë përmbledh është si një dhurat për kitë ndjekësat e mi që më kanë ndjekë për fillimi, për covera për sene, edhe është një kollash ritmik, ka kongë pak balada, po do me thonë një 10 minuta, keni që ka me ngu. Po, që besoj publiku, audienca në TikTok, apo? Se poston edhe aty, kanë ndjekë edhe kanë kërku një gjithë të tjilë. Po, zakonisht bëne kitë kongë, bëne atë kongë, e thash adin që ma mirë për përmbledhi kejt një ven, edhe... Qka kërkujnë ma tepër, balada? Balada që në ma të kërkume, po kote fundit nuk e di janë edhe kongë ritmike, nështë e në lodhë njerës mo... Pa edhe në përgjësi që ta është këtë u ka me kongë ma shumë ritmike, kongë që ju balada nështë e në lodhë dhe jeta që është të bo, po do njerës pak më gëzu, me kesh. Po të ndimon edhe kjo pjesa në rjetët sociale, po ki ku krejt me gjithë vetën, edhe do të të edhe në studio, në punë, në jetën personale, në rjetët sociale? Po, për mu është një ditë shumë ngarkume, janë nisi me punë, vazhdoj me studia edhe me rrjetet sociale. Do me thonë, rrjetet sociale kanë atë punën e vetë që shumica njerëzve e bojnë veç vetë ato. Te edhin se ti mirë është me rrjetet sociale. Po që së shumë e letë. Po nuk është shumë e letë, njerës menojnë që veç bëhat një video, po do të ka gjane nuk qyshmi të rjekë publikën, se janë 3 sekundat e parë që të vynë edhe nëse nuk i fitën, ata i kena dhe shkjash. E vërtet, e vërtet. Po, e di që e kena në Ardianën atje në altë. Po. E para vëne të thonë të në kënë këna diçka. Po, keme kënu diçka, se nasë të këna thirë të këtë. Të një pauzë. Na duham të adim kushë vullnetit, qka ka me bu vullnetit tutje, edhe për ka nga në cilën e kemi dëgju, po Ardiana po thotë mësarët qka ka thonë, ajo besoj që të ka thonë një kongë? Po, di e ka li diçka, një zëshkonja ime. Hajde, a zëshkone është Ardiana? Nuk e di arta e tjetër a zëshkone. Edhe ti e pak zëshkone, a brune. Jo, unë? Po do në zëshkone. Qatu. Moj zëshkonja e zemërësi me hona dele mali ullet, kur të bjenë shpirtin e pendime, unë të presi pjeshka lullet. Ta uroj fatin e bardë, kur në sy mos t'pafsha lotin, nuk pëndofsh nëj ditë me ardë, unë të presi qerdja zogu. Osa e mirë, Ardiana po të knoftë zemra ty, edhe uroj që vullnet tjetë ashtu, edhe të vazhdosh me muzikë, e mendon vetëm pastaj edhe tutje edhe dyko tjetër, apo dënë me qëndru të muzika? Prioriteti jam është muzika, do me thonë që do që më lidhë është televizioni, edhe muzika është përgjësi media. Kom qef me kom para publikut gjithë, në qëka do që kofë muzikë, po prioriteti jam normal është muzika, jam të punu shumë për ta. Po, askusht nuk i ka rritë sukseset me njëherë, do të punë, me sa për shok i vullnet, je fokusua të... Doshta jam vullnet e kam. Edhe Andrea është, po. Po, muzika është shumë e zërshme, sidomos tregu i muzikës në Kosovë është shumë i shtirë, nëse s'ki njerës të duhun, nëse nuk e ki rrethin e duhun, është shumë zërë me arritë. Edhe nëse je në menagjimin e një menagjmenti ma të madhë, nëse ti nuk e danë vetë, nëse ti nuk pënën atër, kërkush nuk ka me nga mas teja. Këtë sa nuk e kuptojnë shumica edhe shumë zërë e kanë.
është zërë me nëzën të i hapin e dikujnë që është i madhë. Edhe normal, muzika ka kostet mdoja, investimet mdoja, kohët mdoja, përveç që janë parët mdoja që dërë me investu është edhe koha që dërsh me hup me familje, me shëshni. Dërsh me sakrifiku. Dërsh me sakrifiku për me arrit edhe njerës në shërshojnë që është shumë letë, adim me ba një kongë dhe eza ma disa të gjonë që atë kongën e duhen. Edhe pse kur nuk e dina, ne postojna një kongë edhe nuk e dina, po, menojna për shumë kam prishmëri, thëmë që kjo ka me ecë, për shumë të koverat e mi, thëmë që kjo kover ka me ecë. Kur në shta qaj performën mas keqe, njës që thëmë, adin që avesh pek nëjë hajtë, qaj shkëm virali edhe është... Zoher në Shqip, në Anglisht, në gjuhë tjera? Ma shumë kënoj në Shqip, kom provu edhe pak turqisht, po dyqysh zdipse e shëvete ma shumë Shqip, për momentin Shqip. Në mirë. E përmendet edhe menajmentit, po pa tjetër edhe dëshiren të ndë për me qëndru në këtë treg muzikor, so ka rëndësi edhe menajmentit do të të njerëzit në cilët ti e në bashkëpunim me ta? Menajmentit ka shumë rëndësi, është baza, se për shumë nëse menajmentit nuk është familje për ty, atëherë nuk i me bo korqe. Për shumë në kohë më të madhe kalim me menajment, edhe menajment për del palide për me bashkëpunëtor që punoj e sene. Po dhe me bashkëpunëtorët, të cilët pas taj në hynë edhe më te edhe... Ajo është menajment, po mësë me thonë menajment, ma mirë me thonë pjesëtarët e mi të rrugës që jam me ta, edhe jam familja, edhe në bënë dikur familje për ty, edhe kohë më të madhe kalim me ta, edhe nëse nuk jenë ata njerës të duhen, nuk mën me shku me punu të në studio, nuk mën del ma i miri në ato shka e bënë. Po, edhe këshillat, pa tjetër, njëri tjetër po, normal, edhe në muzikë vynë këshilla muzikës, po ma shumë vynë edhe këshilla të jetës, sepse muzikat konsumen shumë energjia dhe shumë... Na, sidomos në artistat e kena dikur jena mirë, mas 2-3 orëve jena shumë kesh, tani ja bo me një hera 5 mirë, thojna, ho, dol një kongë, tani e shumë që s'kena bo naj kongë të mira, 5 bime. Po, është interesant. është ullje ngritje dhe disponime dhe këngët dhe gjithë që e kom su që është kjo pjesë e rrugës edhe unë pëlqen, edhe nuk pëlqen që kësen që... Vullnet, uroj që të shruaj me sa me shumë projekte në vitin e arshëm, me qofshin ato projekte solo, qofshin ato bashkëpunime me të tjerët, me artist vendor, ndërkombëtar, çdo që ju eshen e më të arsyeshme, si do qoftë besoj që sukseset nuk kanë me të mungur. Shpresoj edhe... Ta shë duhet edhe një këngë për fund, pa tjetër. Një përmbyllet, pasaj takuemi me Donën dhe flasim për diçka shumë të bukur. Telat e zemrës ti mi ke prek, jam përvëllu mas te je krejt, se vetëm ty atë kom jet. Hajde dashni ti mos unal, kalle krejt venin DJ flok, se vetëm ty krejt ti fal. Hide dridhe shamin me lezet, si një zane bukur po më djek, e bukur është valja, kur kërcen sorkadja. Hide dridhe shamin me lezet, si një zane bukur po më djek, e bukur është valja, kur kërcen sorkadja. Qajin kur ta pisha mana në qitja pak limone. Qajin kur ta pisha mana në qitja pak limone. Pak për hatër të moj zemër, pak për hatër tone. Pak për hatër të moj zemër, pak për hatër tone. Falemderit shumë për këtë atmosferë ka është mirë. Kemi me të pritë dhe në festat të tjera dhe jo vetëm. Uroj që kemi me të pas. Falemderit shumë, knatësi. Për ndryshe përveç që ne këtu në studio, unë që nuk e pritë